Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra. Hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. Projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Mateu 3:2. Dhe thoshte, pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër. Mateu 3:8. Jepni pra frytet të denja të pendesës. Mateu 4:10. Atëherë Jezusi i tha, shporu, Satan, sepse është shkruar, adhuro Zotin, Perëndinë tënde, dhe shërbeji vetëm atij. Mateu 4:17. Që nga ajo kohë Jezusi filloi të predikojë dhe të thotë, pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër. Mateu 5:11. Lum ju kur do të ju shajnë dhe do të ju përndjekin dhe, duke gënjur, do të thonë të gjitha të zezat kundër jush, për shkakun tim. Mateu 5:12. Gëzohuni dhe ngazëlohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej, sepse kështu i kanë përndjekur profetët që qenë para jush. Mateu 5:16. Ashtu le të shndritë drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe të lëvdojnë atin tuaj që është në qiej. Mateu 5:23. Nëse ti, pra, po paraqet ofertën tënde te altari, dhe atje kujtohesh se yt valla ka diçka kundër teje. Mateu 5:24. Lëre atje ofertën tënde para altarit dhe shko pajtohu më parë me vëllain tënd, pastaj kthehu dhe paraqite ofertën tënde. Mateu 5:25. Bëj një marrëveshje miqësore me kundërshtarin tënd, sa je në një rrugë me të, që kundërshtari yt të mos të dorëzoj të gjykatësi dhe gjykatësi të dorëzoj të rojtari dhe ti të futesh në burg. Mateu 5:29. Në qoftë se syri yt i djathtë të çon në mëkat, hiqe dhe flake larg teje, sepse është më mirë për ty që të humbësh një nga gjymtyrët e tua se sa të hidhet në gehenën gjithë trupi yt. Mateu 5:30. Dhe në qoftë se dora jote e djathtë të çon në mëkat, preje dhe hidhe larg teje, sepse është më mirë që të humbësh një nga gjymtyrët e tua se sa të hidhet në gehena gjithë trupi yt. Mateu 5:39. Por unë po ju them, mos i rezisto të ligut, madje, në qoftë se dikush të qëllon mbi faqen e djathtë, ktheja dhe tjetrën.
Mateu 5:40. Dhe në qoftë se dikush do të nxjerrë në gjyq për të marrë tunikën, jepi edhe mantelin. Mateu 5:41. Dhe në qoftë se dikush të detyron të ecësh 1 milje, ti bëji 2 me të. Mateu 5:42. Jepi atij që të kërkon, dhe mos refuzo të, I japësh atij që të kërkon hua. Mateu 5:44. Por unë po ju them, duani armiqtë të tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju përndjekin. Mateu 5:48. Jini, pra, të përkryer, ashtu siç është I përsosur Ati juaj, që është në qiej. Mateu 6:1. Mos e jepni lëmoshën tuaj para njerëzve, me qëllim që ata të ju admirojnë, përndryshe nuk do të shpërbleheni te Ati juaj, që është në qiej. Mateu 6:3. Madje kur jep lëmoshë, e majta jote të mos dije që bën e djathta. Mateu 6:4. Që lëmosha jote të jepet fshehurazi, dhe Ati yt që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblejë haptas. Mateu 6:6. Por ti, kur lutesh, futu në domëzën tënde, mbyllë derën dhe lutju Atit tënd në fshehtësi, dhe Ati yt që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblejë publikisht. Mateu 6:9. Ju, pra, lutuni kështu, Ati ynë që je në qiej, u shënjtëroftë emri yt. Mateu 6:10. Ardhë mbretëria jote, u bëftë vullneti yt në tokë si në qiell. Mateu 6:11. Ardhë mbretëria jote, u bëftë vullneti yt në tokë si në qiell. Mateu 6:12. Dhe na I fal fajet tona, ashtu siç u falim ne fajtorëve tanë. Mateu 6:13. Dhe mos lejo të biem në tundim, por na çliro nga I ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia përjetë. Amen. Mateu 6:17. Kurse ti, kur të agjerosh, vajose kokën dhe laje fytyrën. Mateu 6:20. Përkundrazi mblidhni për vete thesare në qiell, ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin. Mateu 6:33. Por para së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e Tij dhe të gjitha këto gjëra do të ju shtohen. Mateu 7:5. O hipokrit, hiqe më parë trarin nga syri yt dhe pastaj shiko qartë për të nxjerrë lëmishten nga syri I vëllait tënd. Mateu 7:6. Mos u jepni qenve që është e shenjtë dhe mos I hidhni margaritarët tuaj para derave, që të mos I shkelin me këmbë dhe të kthehen kundër jush dhe të ju shqyejnë. Mateu 7:7.
Lypni dhe do të ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do të ju çelet. Mateu 7:12. Gjithçka, pra, që ju dëshironi të ju bëjnë njerëzit, ua bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët. Mateu 7:13. Hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në shkatërim, dhe shumë janë ata që hyjnë në për të. Mateu 8:4. Atëherë Jezusi i tha, ruhu se ia tregon kujt, por shko, paraqitu te prifti, bëj flijimin që ka urdhëruar Mojsiu, me qëllim që kjo të jetë dëshmi për ta. Mateu 8:22. Atëherë Jezusi i tha, ruhu se ia tregon kujt, por shko, paraqitu te prifti, bëj flijimin që ka urdhëruar Mojsiu, me qëllim që kjo të jetë dëshmi për ta. Mateu 10:16. Ja, unë po ju dërgoj si dele në mes të ujqerve, jini, pra, të mençur si gjarpërinjtë dhe të pastër si pëllumbat. Mateu 10:17. Por ruhuni nga njerëzit, sepse do të ju zvarisin përpara sinedrave të tyre dhe do të ju fshikuojnë në sinagogat e tyre. Mateu 10:27. Atë që unë ju them në terë, e thoni në dritë, dhe atë që dëgjoni të thënë në vesh, predikojeni mbi çatitë. Mateu 10:28. Dhe mos kini frikë nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin, kini frikë më tepër nga ai që mund të ua humbë shpirtin dhe trupin në Gehena. Mateu 11:28. E jani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do të ju jap çlodhje. Mateu 11:29. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj. Mateu 12:33. Ose bëjeni të mirë pemën dhe fryti i saj do të jetë i mirë, ose bëjeni të keqe pemën dhe fryti i saj do të jetë i keq, sepse pema njihet nga fryti. Mateu 15:14. Hiqni dorë prej tyre, ata janë të verbër, prijës të verbërish, dhe në qoftë se një i verbër i prin një të verbëri tjetër, të dy do të bien në gropë. Mateu 16:6. Dhe Jezusi u tha atyre, kini kujdes dhe ruhuni nga majaja e farisenjve dhe e saducenjve. Mateu 16:24. Atëherë Jezusi u tha dishepujve të vetë, në qoftë se dikush don të vijë pas meje, ta mohojë vetveten, ta marrë kryqin e vetë dhe të më ndjekë. Mateu 18:15. Por në qoftë se vëllai yt ka mëkatuar kundër teje, shko dhe qortoje vetëm për vetëm, në qoftë se të dëgjon, ti e fitove vëllain tënd. Mateu 18:16. Por në qoftë se nuk të dëgjon, merr me vete edhe një ose dy vete, që çdo fjalë të vërtetohet nga goja e dy ose tre dëshmitarëve. Mateu 18:17. Nëse pastaj refuzon të i dëgjojë, thuaja kishës, dhe në qoftë se refuzon edhe ta dëgjojë kishën, le të jetë për ty si pagan ose ta grambledhës.